Pavarësisht kësaj kodikëve dhe ekzistencës, ajo që mund ka bërë shumë përshtypje është qytetaria dhe shpëtimi i këtyre kodikëve. Unë jam i bindur që bota ka pasur ndoshta vepra pafund për që të ketë sakrifikuar kombe dhe individ dhe qytetar që t'i quajmë të kombeve të ndryshme në shpëtimin e këtyre, aq më tepër që është dokumentuar nga udhëtar të ndryshëm francezë apo të tjerë ekzistenca e këtyre kodikëve. Por ajo që është dokumentuar e lënë me shkrim është që Skuri Peçi, një qytetar i Beratit, është ai që i nxori me ndihmën e komunitetit me kuaj për jashtë Beratit sa kaloi ky pushtim dhe pastaj janë kthyer që janë fshehur. Më shumë se një film, se film është fjalë e madhe, unë doja të bëja një rrëfim që t'ju shërbej asaj që Eva e thot vazhdimisht Brezitri. Pra është një film me një target shumë të qartë, të rinjt, dhe ajo për mua që ishte challenge e përdorimit të teknologjive të reja. Pra është një histori e treguar me i gjuhë gati siç janë animacionet që shumica e fëmijëve shohin në YouTube, apo është ajo që është bërë pjesë e kulturës. Dhe është jashtëzakonisht që edhe historitë shqiptare mund të tregohen me këto mjete të reja.